Figura dhe vepra e nënës Terez është kaq e madhe sa që do të duheshin shumë përpjekje të përbashkëta të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen për të arritur në nivelin e dashurisë dhe shërimit human që ajo i dhuroi gjithë njerëzimit. Duke dashur t'i afrohet këtij dimensioni të madh, Diana Toska, një gazetare e njohur e Prishtinës dhe Shkupit, mendoi një ide. Të realizonte një hymn zyrtar për nënën Terez, një hymn në gjuhën shqipe, një hymn që do të përdoret në të gjitha aktivitetet botërore të bamirësisë nga misioni ndërtuar prej vetë nënës Terez, një hymn që do të këndojë në gjuhën e saj, shqip, një hymn që do t'i paraprishën të rimit të saj vitin që vjen nga Papa Francesku në Vatikan. Dhe pas gati një vit përpjekjesh, Diana Toska arriti të bashkojë artistët më të mirë shqiptar të skenës së muzikës klasike për të çuar deri në fund ëndrrën e saj. Dhe funksionoi. Teksti i këngës Hym u nxorr nga një poezi që nën Tereza, atëherë Gonxhe Bojaxhiu, një vajzë e re që u nis nga Shkupi drejt botës së hamshimit, e shkroi gjatë udhëtimit 6 javor me vapor nga Irlanda për në Kalkut. Hymni u titullua Valsi Hynor, u kompozua nga pianisti i njohur me famë evropiane Genc Tukiçi dhe u këndua nga e madhja Inva Mula. E kam kompozuar këtë pjesë mbi një motiv të Lorenz Antonit dhe duke imagjinu zarin e Inva Mulës të shkëlqyer, duke imagjinu dhe Bujar Llapajn dhe gjithashtu duke imagjinu misionin e saj aq humanitar dhe e kam titulluar Vals Hynor. Është dash ndoshta ma përpara sepse jemi të gjithë shqiptar ma mirë vonë se kur dhe është qoftë ky nuk është hera e parë, është pa qoftë një fillim i mbar që të ketë një orkestër mbar kombëtare që funksionon për çdo eveniment. Ne kemi muzikantë shumë të mirë shqiptar, Shqipëria tashmë de facto është bashku dhe orkestra është krejt natyrshëm, është bashku krejt natyrshëm. Mesianën keni me violinisten tonë të njohur, është nga Shkupi, por nuk është, i ka hapur krahët shumë. Keni dhe bashkëpunim të mëparshëm. Është e vërtet? Ajo ka ardhur në Paris, ku unë banoj, jep masterclass. Unë e kam dëgjuar në koncert, është një violiniste e mrekullueshme, është një talent i rrallë që ne kemi shqiptar. Dhe në dhjetorin e kaluar, unë kam kompozuar një pjesë që është fantazi për piano, violinë e orkestrën mbi temën e Bareshës. Dhe ja kam dedikuar këngëtares së madhe kosovare Nexhmie Pagarusha. Sonte i bashkangjitet misionit humanitar të Nën Terezës dhe kjo pjesë, përveç himnit që unë kam kompozuar, kam pas fatin të mos dash me dal vetëm Genci, po është zgjedhur dhe kjo pjesë, jo nga unë, por nga organizatorët që si Hana do ta luajnë violin dhe unë në piano bashkë me orkestrën dhe Bujar Llapajn. Ky lloj eventi që është sot, a ka një emocion të veçantë edhe sepse ndoshta nuk është i përmasave të atje ku jetoni juve në Paris, skenave të mëdha botërore, qoftë edhe shqiptare, ka një emocion tjetër, ka një diçka tjetër, zisti ta them kështu në ajër. Të kuptova shumë mirë. Ka një dimension tjetër sepse ti e the në Paris, jo si atje në Paris, por muzika i kalon te kufit, nuk ka as Paris, as Tirana, as Shkodër, i kalon gjitha kufit. Në këtë sens, unë kam një natyrë që i dua njerëzit e kam dëshirë t'i shërbej njerëzve, nuk më duket hiç ulje. Dhe në këtë sens do t'i bashkamngjite misionit të Nën Terezës që ajo me aq për ulje i ka shërby njerëzve në nevojë dhe ky mision i saj më ka frymëzuar shumë. Unë e kam titulluar këtë hymn Vals Hynor, sepse kam imagjinu sikur unë bëj një vals me Nën Terezën dhe pse jo, në këtë kohë kur ka shumë luftë rrotullnesh të kërcesh me Nën Terezën, jo vetëm unë, po gjithë njerëzimi me misionin e saj, duket një gjë e bukur, jo? Mendon se kjo do implementohet si një hymn ndërkombëtar i bamirësive të Nën Terezës? Është një pretendim i madh për mua si kompozitor që të pretendoj që tash do të ëndrroj edhe do të doja, por kjo është si i thoj në Shkodër një letër me birë, që nga njëherë po e përqafoj publiku, atëherë ajo do të ecin vetë. Nëse publiku nuk do ta doj, atëherë këtë koha do ta tregoj, është treguesi më i mirë. Është shpejt me fol që ne dëshira e mira është, po nuk varet nga ne, varet nga sa do ta duan njerëzit. Genci, je artist i lirë apo je i vendosur në një orkestër? Unë banoj në Paris dhe jam muzikant, punoj për një agjenci në Francë dhe jap dhe mësim, po edhe se do t'isha i angazhuar e quaj veten artist i lirë gjithmonë.
Shqipërinë e frekuenton shpesh? Po sa herë që ka muzikë të bukur, vije dhe vi si që kthehet një ushtar që merr leje nga ushtria e kthehet në familjen e vet, ashtu do unë vi në Shqipëri me mall edhe me shumë dashuri. Valsi hynor u promovua zyrtarisht në Prishtinë në një natë hynore në katedralen me emrin e Nënës Terezë dhe u shoqërua nga një koncert i pasur artistik, ku drejt për drejt interpretuan artistët më të mëdhenj shqiptar të skenës klasike. Artistët e njohur nëpër skenat botërore u mblodhën në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të bamirësisë dhe në 105 vjetorin e lindjes të Nënës Terezë dhe i kënduan me tërë fuqinë e shpirtit Nënës të Madhe. Koncerti u shoqërua nga Filharmonia dhe Korri i Kosovës në bashkëpunim me orkestran nga Shqipëria dhe Maqedonia, dirigent Bujar Llapi dhe Bakia Shari. Me kamerën tonë fiksuam emocionet e artistëve para koncertit dhe mbas koncertit. Intervistuam protagonistët kryesor të kësaj ngjarjeje historike të kulturës shqiptare. Ky është një event i jashtëzakonshëm për gjithë kombin tonë edhe unë mendoj që është më shumë një fest e përbashkët për të qenë vërtet bitë të dejtë e Nënës Terezë dhe për t'i dhënë asaj atë çfarë mund t'i japim ne me artin tonë. Imni është krijuar nga shumë artistë shqiptar, është kënduar nga shumë artistë, ne sot e interpretojmë për herë të parë dhe kjo është dhe ideja, ne do lobojmë që gjatë gjithë kësaj periudhe himni të shkojë në gjithë vendet e botës edhe të japim mesazhin tonë të madh të paqes dhe mesazhi kryesor që Nën Tereza është e jona, pastaj është edhe të gjithëve. Po, më the në fillim sepse kam emocione shumë, është e jashtëzakonshme për mua, kur e thot të Invamula pak të tingëllon çuditshëm në një kishë kur ka zbritur nga skenat, nga majat botërore. Pse është kaq e jashtëzakonshme? Unë në përgjithësi, përpara çdo koncerti, përpara çdo shfaqje kam shumë emocion, se kur them emocion kam përgjithësi shumë të madhe. Po sot është diçka shumë e veçantë, është diçka kombëtare, është diçka shpirtërore, diçka që vjen nga ajo që ne jemi. Prandaj emocioni është shumë më i madh se lidhet me qenien tonë. Po do të falenderoja shumë Diana Toskun që ka qenë ideatorja e këtij projekti dhe i uroj asaj vërtet që t'i shkojë çdo gjë ashtu siç ajo dëshiron. Suksese Inva, më fal për shqetësimin. Faleminderit ju, faleminderit. Njëzet e 9 vite kam shoqëruar Nënën Terezë gjatë jetës së saj. Jam munduar me 15 vëllime të shkruara në gjuhë të ndryshme dhe të përkthyera në 35 gjuhë, ta paraqes jetën dhe veprën e saj mbi të gjitha traditën, kulturën dhe qytetërimin tonë të lashtë, ilirosh shqiptar apo arbror që atë e lindi dhe e qiti në dritë. Martirizimin tonë shumë shekullor që është grumbulluar në mendje dhe zemrën e çdo shqiptarit dhe që Nëna Terezë diti ta gjej një shërim dhe një mjekim prej vujtjeve të ndryshme të mbar njerëzimit. Ndër të tjera, kam shkruar edhe një vëllim lule për nënën, ku janë 158 autor shqiptar, poezi, prozë, pikturë, skulpturë dhe muzikë kushtuar Nënës Terezë. Me atë rast, e filloi këtë libër me poezinë e saj Lam të mirë, të cilin ajo e shkruajti gjatë udhëtimit 6 javor prej Irlandës deri në Kalkut. Poezia quhet Lam të mirë dhe është e mrekullueshme sepse një 18 vjeçare me ndjenja të tilla fisnike lundron drejt Indis, apo siç e quhen ajo toka e ëndrave të mia. Aty i shpreh edhe çndrimet, edhe vlerësimet ma fisnike dhe bujare dhe dëshiren që ta shërbej botën mbar, sidomos të varfrit. Kjo poezi atëhere është komponuar prej Lorenz Antonit, i cili ishte edhe bashkohaniku i saj dhe kushëriri i parë dhe vepra e fundit e jetës se Lorenz Antonit ishte pikrisht komponimi 4 zansh i kësaj.
e kam kompozuar këtë pjesë mbi një motiv të Lorenz Antonit, përfitoj, e kam thënë dhe sot në media që është një keq kuptim. Kanë edhe media seriozi si Zëri i Amerikës, thonë muzika e Lorenz Antonit. Lorenz Antoni ka ba një hymn tjetër, këtë hymn i mirë apo i keq, këtë do ta tregojnë koha, e kam kompozuar unë nga fillimi deri në fund. Me një motiv vogël të Lorenz Antonit. Dhe jemi populli i parë që ja përkushtojmë himnin e Nënës Tereze, që do t'jetë edhe himni i bamirësisë. Ky do t'jetë një hymn ndërkombëtar i bamirësisë, si do të implementohet kudo ku përmendet emri apo bamirësia e Nën Terezës apo misionaret e saj, si do implementohet për te i kufive tanë shqiptar flas. Shteti ynë e ka një rast të mirë që ta bajnë një letër njoftim ose një pasaport në Nën Tereze në kuptimin e paraqitjes dhe do të bëhet një DVD e posaçme dhe delegacionet tona kudo që shkojnë në botë t'u adhurojnë të tjerëve, sikurse delegacionet e huaja që vinë këtu, po ashtu t'i nderojnë me himnin e bamirësisë, himnin e Nënës Tereze. Pastaj kemi qendra të mëdha, sikurse janë Kombet e Bashkuara, sikurse është Bashkia e Evropiane. Domethënë, në qendrat që sot janë edhe vendimmarrëse, jo vetëm për shqiptarët, por për botën mbar, mund të bëhet një lloj promovimi. Ne shpresojmë se vitin e ardhshëm Nëna Tereze do të kanonizohet apo do të shejtrohet. Dhe me atë rast mund të propozojmë që në Vatikan, në praninë e Papës dhe me rastin e shpalljes së saj shejtresha e dashurisë, siç e kam quajtur në vëllimin tim të fundit, t'ja paraqesim botës çka mendon, si vlerëson dhe si i këndon populli i saj, Nënës së bamirësisë dhe Nënës së dashurisë. Pra kjo i paraprin shenjtërimit të Nën Terezës apo jo? Gjithsesi, me një dëshirë të madhe që ta kemi sa më parë këtë ngjarje dhe të jemi gati edhe me himnin e saj dhe himnin e bamirësisë. Kishën e zgjodhët për ta promovuar të hymnin madhështor? Gjithsesi, kisha dhe katedralja është e kushtuar Nënës Tereze, prandaj vendi më natyror është pikërisht këtu, që në kishën dhe katedralin e saj të bëhet promovimi apo paraqitja për herë të parë për së gjalli apo live i kësaj ngjarje, e cila për mendimin tim do të jetë në qendrën e vëmendjes jo vetëm shqiptare, por edhe botërore, sepse bota do ta shoh, do ta njoh e do ta di se ne në mendje dhe në zemër e kemi Nënën Tereze. Faleminderit, suksese. Të përbashkëta vëllazërisht dhe bashkarisht. Bujar, mbas qindra koncertesh që dirigjon e bashkëpunimesh, çfarë të veçantë ka promovimi i hymnit të Nën Terezës? Vetëm kur flet për Nën Terezën është diçka e veçantë. Është gjëja më për njerëzit në nevojë, për njerëzimin, është një simbol i paqes, një simbol i ndihmës, është një simbol i solidaritetit me njerëzit në nevojë. Janë bashkuar orkestrat këtu? Është kryesisht Filharmonia e Prishtinës, ka nga Tirana të mbledhur, ka këngëtar nga Shqipëria, kosovar, të gjithë, domethënë jemi mbledhur bashkë këtu për të festuar dhe promovuar këtë hymn. Faleminderit Bujare, di që e paraqfaqjes, më fal për shqetësimin. Nuk e kam të mëdhaja fjalët paraqfaqjes. Mirës, e kam në mirupafshi. Mirupafshi.
Normalisht jam emocionuar, 10 muaj përgatitje, 10 muaj pandal, duke u kujdesur për çdo detaj që ky program t'i sjellë të gjithë këta njerëz nga gjitha trojet shqiptare, nga diaspora, të jemi afro 200 vetë në BIM, të kemi një program madhështor, të nderojmë Nanën Terezë dhe në fund të përurojmë himnin e Nanës Terezë. A ka gjë më të bukur? Ire shkurt, por unë nuk po të le. Mirë, si të lindi kjo ide jashtëzakonshme? Ideja nuk më lindi në një moment të mirë. Isha në Shkup në një trues të rrumbullak ku flitej për Nanën Terezë dhe nuk ishte momenti, por ai moment si duket më shtyri kështu dhe më lindi ideja që ta bëj dhe për 5 janarit kam filluar që të punoj dhe ja 5 shtatori erdhi dhe ideja ime mori udhën. Unë e realizova një ëndër time, si intelektuale kisha obligim dhe nevojë që të bëj diçka për kombin, e bëra himnin, e regjistrova dhe tani po ja fal popullit tim dhe shtetit tim. Kujt ju drejtove s'pare, do Mlushit? Udhëhesit tënë shpirtëror siç kishte shkruar diku në një portal. Unë atë e dua shumë. Në gjithë kohën më kam mbështetur pa rezervë. Prandaj unë them qëndrova deri sot vertikalisht, pikërisht duke më dhuruar ai në çdo moment dashurinë e pafund dhe përkrahjen. E kam këshilltar shpirtëror të projektit, por e dini ju, ai është edhe biografi i Nanës Terezë. Të flas për peripetit që i kam pas drejt tash, nuk ka vend edhe një orë të flasim, nuk dua. Sot është ditë solemne, është fest për mua. Unë kam arritën të realizoj idenë time. Sot po e kremtojmë një ditë të veçantë, kombi jon, shteti jon, po i dhurojmë botës një pjesë të shpirtit ton. Prandaj nuk dua të merrem as pak me peripetit të cilat kam kaluar. Normalisht çdo projekt serioz dhe ambicioz dhe kaq i madh projekt serioz nuk mundet pa peripeti, është jo normale. Gens Tukicin, Inva Mulën, janë zgjedhja juaj? Po, absolutisht. Do të thotë herën e parë në mars kur e kam kontaktuar, i kam thënë kështu, kam idenë dhe tha kjo është dhurata më e madhe që kam fituar unë prej dikujt në karrierën time, që më është ofruar. Nga Maqedonia kemi si Hana Badivukun, kemi Blerim Grubin. Unë shpresoj, Merita, ky projekt do të jetë në 3 shtetet ku ka vepruar Nana Terezë. Kemi filluar në Kosovë, do të vazhdojmë vitin e ardhshëm, shpresoj 5 shtator 2016 të jemi në Tiranë, pastaj 2017 të vazhdojmë me 5 shtator të jemi 2017 në Maqedoni. Diana, mendon se do arish ta implementosh këtë hymë ndërkombëtarisht në çdo aktivitet human të Nënës Terezë, që njerëzit ta mësojnë dhe sa ti dëgjojnë tingull i thonë, "Oh, ka aktivitet human me përfaqësim, domethënë me figurën e Nënës Terezë." Merita, nuk do të jetë lehtë. Kjo është ide e një personi fizik, do thotë një intelektuale shqiptare e ndisi e pruni deri këtu. Normalisht, tani duhet përkraja institucioneve, ta kemi shtetërore, të arrim intencat tona janë që me 5 shtator të vitit 2016 të arrim në Vatikan, ta bëjmë shëtrimin e Nanës Terezë pikërisht me himnin e saj dhe të këndohet live dhe shqip. Dhe për herë të parë bota të dëgjoj gjuhën amtare të Nanës Terezë. Por gjithë këte unë nuk mund ta bëj vetë nëse nuk e kam mbështetjen e institucioneve shtetërore, si të Kosovës, sikurse të Shqipërisë. Do Mlushi besoj do t'jap kontributin e ti me kontaktet e ti me Vatikanin. Po, atë mos e diskuto, por edhe ajo nuk mjafton. Kini filluar të negocioni? Ndoshta pak po. Të uroj suksese, nuk po të mbaj më shumë në koncertin e sotëm. Faleminderit.
në këtë atmosferë shpirtërore që na dhuroi zëri hynor I Inva Mulës, sonte në Prishtinë, po e fillojmë këtë mbrëmje. Në këtë atmosferë, për të rikthyer në vëmendjen tonë një figurë të madhe, një gonxhe që mbiu në këto troje, dhe me aromën e saj të bamirësisë, u përhap gjithandej. Aty ku dhembja kishte nevojë të merrte një emër tjetër, emrin e saj. Emrin asaj që gjithë bota I thot Nan. Nderuar zotëre Presidente, nderuar zoti Kryetari I Parlamentit, fort nderuar zoti Tërnava, I dashur dhe nderuar Monsinjor Zevgashi dhe Monsinjor Lucian Augustini, të nderuar zoti Demaçi, të nderuara familje të Jasharëve dhe Haradinajve, deputet, ministrë, kor diplomatik, përfaqësues të ndryshëm të artit, shkencës, kulturës, ju gjithë miq, dashamirë, vëllezër dhe motra. Paqja me juve. Pasi u vendos që himni Nëns Tereze të promovohet në këtë katedrale, kam nderin që si një koqir t'ju përshëndes gjithëve dhe të shprej konsideratat e mia për pjesëmarrjen tuaj. Të shprej konsideratat e mia për iniciatorët, për organizatorët, për mbështetësit, për ekzekutuesit dhe për të gjithë njerëzit vullnet mirë që mbështetin iniciativa të mira. Edhe ne çdo vit përpiqemi që kësaj feste të Nëns Tereze t'ja bashkangjisim edhe një iniciativë tjetër të mirë dhe të nxisim njerëzit që të bajnë në këtë ditë diçka të mirë për vete, për familjen e tyre, për kombin, për njerëzimin. Sepse është detyre jona që të bëjmë mirë. Shpresoj që vitin tjetër Papa Francesco do të shpallë Nënën Tereze shenjtë, kurse Parlamenti I Kosovës këtë ditë do të shpallë ditë kombëtare të bamirësisë. Jeta e Nën Terezës nuk ishte gjë tjetër përveç se një himn dashurie ndaj Zotit dhe njeriut, dhe një kumët I zemrës bujare për gjithë njerëzimin, që të jetë secili prej nesh me human, me I drejtë dhe me bujar. Partitura e këtij himni të jetës për dashuri është shkruar ose ishte si partitur zemra shqiptare plot për vitni. Teksti I këtij himni ishte dashuria në vepër, notat, plagët e njeriut, instrumentet, bamirësia e njerëzve të mirë, e dirigent I kësaj jete edhe I këtij himni ishte Krishti, në të cilën ajo marrëzisht ishte e dashuruar. Është punë e madhe që jemi bashkuar këtu si këmbë. Pushtetar, klerik, art, kultur, të famshëm, të thjesht, të krishterë, musliman, ateist, gnostik, për të kënduar këtë himn Nënës Tereze. Jam I bindur që shqiptarët nuk kanë dhe nuk mund të gjejnë formë më të mirë të bashkimit se sa në personin e Nënës Tereze, sepse në të çdo kush si në pasqyrë mund të shef bukurinë dhe bujarin e shpirtit vet. Uroj që Nën Tereza
të mos jetë vetëm një petk me të cilën i mbuloj mangësi tona, por si burim frymëzimi që na ndihmon të ndryshojmë, të jemi më human, më të përgjegjshëm dhe më të mëshirshëm. Zoti ju shpërbleft munin, juve që jeni bashkuar për të na gëzuar sot, edhe ju them ashtu siç thot populli, ju kënoft zemra. Me mbrama gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, gjithë qytetarëve të kombit ton. Gonxhe Bojaxhiu, bia e madhe e kombit ton, humanistja më e madhe e tokës sonë. E lindur dhe e rritur në një kohë të trazuar, vasha ndrojtur e Bojaxhinëve të Prizrenit në një ditë gushti të vitit 1928, shumë afër nga këtu, në letnicën e Vitis, mori vendimin jetësor për të nisur në rrugën e madhe të bamirësisë dhe humanizmit. Ajo nuk u kthye kur më as në Letnicë, as në Kosovë, por shpirtin e kësaj toke e mori me vete, për ta kthyer në një lëvizje botërore të bamirësisë, solidaritetit, të paqes dhe dashurisë njerëzore. Me veprën e saj jetësore, Nën Tereza i tregoi gjithë botës se vinte nga një popull i vogël, por me zemër të madhe. Nuk ka dhuratë më të çmuar se sa kjo që dikush mund t'ja bëj atë dheut të vetë si që ja ka bërë Nëna Terezë ne. Të nderuar miq, zonja dhe zotrin, ne në gjuhën tonë e kemi një fjalë që e duam shumë, fjalën krenari. Sa që udhtojmë në përbotë, takojmë njerëz të regioneve të ndryshme, religioneve të ndryshme, kulturave të ndryshme, nga Australia në Skandinavi, nga Amerika në Japoni, ne ndjejmë, e përjetojmë, e prekum faktin se është pikrisht Nëna Terezë, ajo që na bën ne si popull edhe me krenar. Të nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, zonja dhe zotrin të pranishëm. Sonte jemi mbledhur këtu në këtë tempull të respektuar të Zotit, që së bashku të dëgjojmë tingujt e himnit të saj. Nga këtu, nga toka e saj, nga Prishtina, këta tinguj do të dëgjohen në të gjithë botën, për të dhënë përsëri mesazhin për të cilin veproi gjithë jetën e saj bia jone e madhe Nëna Terezë. Mesazhin e paqes që triumfon mbi urrëtitjen dhe shkatrimin. Mesazhin e solidaritetit që triumfon mbi indiferencën e mospërfilljen. Mesazhin e dashurisë njerëzore që triumfon mbi dhunën. Mesazhi se jeta jonë merr kuptim vetëm duke punuar në besimin se gjithmonë është e mundur një botë më e mirë, më e drejtë dhe më paqësore. Urime dhe gëzuar të gjithëve, hymni i të shenjtës Nën Terezë, faleminderit. Faleminderit. Dhe tani, po alëm radhën artistëve tanë më të spikatur që u mblodhen nga të gjitha troje shqiptare dhe nga diaspora.
plotësore dhe hynore, deklamoj vargjet e të madhes Nën Terezë. Dua të kthehem në Shqipëri. Dua të shkoj te nëna ime, të takoj dhe motrën, bashkë rrinë, pranë e pranë, në dy varre, në rrethin të Tiranës, lule të verdha dua t'u hedh, përzir me gjethe dafine, me gjethe kujtimesh e dhembjeje. Të përkëdhel gur të varreve dhe të lutem Shqip! Shqip të lutem! Nana Terezë, o nanë, të i kësa nanë, gjithë qka të kanë thanë. O gru, me trup të vogël, po me shpirë të zemër të madhe, që me botën e largët, shumë halën vate. E sot shpirë të jotë, pret në mshim,
E unë e di nuk je qetë. Do të lutesh prapë për botën, për nanën Shqipëri. Do të lutesh për Shkupin e bukur ku ti linde, se nanës Shqip i thire, për Kosovën që të rriti, të dolen martiret, a dole ti dhe i prite. Zoti ti lutesh për këtë dhe, për këtë gjuhë, për atë flamur kuqezi që nuk njeh kufi. Na falni rebelimin, na jepni bekimin, se nuk jeni të këqij.
Zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër. Shikues të nderuar kudo që jeni, faleminderit që jeni pjesë e këtij manifestimi shpirtëror. Desha të jemi të bashkuar dhe në këtë hapërim hyjnor kombëtar t'i falenderojmë bijës sonë për lartin universale që na e dhuroi. Kam shkrirë gjithë kapacitetin tim intelektual, moral, kombëtar. Sot jam natyrisht e lumtur që po e përmbushim këtë obligim moral ndaj bijës sonë të kombit, që është një aset kombëtar për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Pa dallim për katësie fetare, por edhe një vulosje përfundimtare e tolerancës fetare që bisundon me shekuj mes nesh. Ne na e dhuroi Zoti Gonxhen para 105 vjetësh. Jemi duke shfrytzuar dhe shfrytzuar ende kredinë e saj morale. Shpresoj që do të bëjmë përpjekje si kombë për ta vazhduar më tutje veprën e saj, sepse kemi kapacitet, madje në momente historike e të rëndësishme për kombin kemi dëshmuar edhe unitet e solidaritet. Sonte me ne, në këtë manifestim shpirtëror, ju lusë të gjithve që të ngritemi në këmbë dhe t'ja bëjmë edhe respektin ashtu si e do himni vetë, ta shijojmë të gjithë së bashku himnin, valsin hyjnor. Ti shall be
Siana e dashur, suksese. Si e vlerëson këtë lloj eventi, shumë i veçantë apo jo? Është tepër i veçantë, mendoj që një ndër evenimentet më me vlerë që kemi bashkë ne artistët në krye me të madhen Inva Mula dhe iniciatorën Diana Toska dhe Filharmoninë e Kosovës, që me të vërtet edhe pat çfarë energjie, çfarë elektriciteti ishte në bizotroj në publik. Mendoj sinqerisht shumë jemi të emocionuar sepse po t'ishte nëna Terez gjallë dhe ta përjeton të edhe ajo këtë madhështi që ne u mundum sa dhe pak me profesionin ton t'i afrohemi asaj zemrës saj. Të ftoj Genc Stukici për të qenë violina kryesore në hymnin e Nën Terezës. Inva Mula dhe Genc Stukici dhe Bujar Llapaj, po. Je emocionuar? Po, natyrisht, sepse privilegj është, mendoj edhe kisha këtë veprën solo, që ishte fantazi për me motivet e Bareshës, të Gencit, dhe natyrisht të fillosh hymnin me duon e 2 violinave është privilegj shumë i madh. Mendon se do arrini në përbot ta implementoni, ta jepni kështu lloj? Besoj po, hymni do të jetë me të vërtet vull, emblem e popullit ton dhe zemrës madhet në Nënës Terezë. Na vjen shumë mirë që të kemi në Shkup edhe që na bën kaq krenar. Faleminderit. Mendoj që është diçka e klasit parë që afrohet nga perfeksioni, një grup personalitetesh të zgjedhurish për diçka shumë të zgjedhur dhe mendoj që ofruan diçka që ka kriterë dhe shije për të pëlqyer njerëzve edhe atyre që do të vinë më vonë. Mendon se mund të implementohet ndërkombëtarisht hymni? Patjetër, mendoj se shqiptarët, ndoshta me numër janë popull i vogël, por në genin e tyre, në tingullin e tyre, në zërin e tyre, në shpirtin e tyre të madh, kanë personalitete të mëdha dhe shqiptarët mendoj nuk mund të krenohen as me prodhim gruri, as me prodhim armatimi, as me bujqësi, as me ekonomi, as me gjë, as me forcë dollari, por mund të krenohen me shpirtin e shqiptarit, me artë. Pra, do të citoj atë që thotë Sami Frashëri, nuk ka nevojë të lodhesh çdo vit të mbjellësh misër dhe grur, po që të krenohesh për gjithë jetën mbi artë dhe kulturë. Zoti Xhevat, ju ftuan special nga Amerika për të lexuar pikërisht fjalët e hymnit të Nën Terezës. Çfarë do thotë kjo për ju? Për mua një vetë pakti që thash fillim, vetë që jam i zgjedhur nga zonja jonë, soprano e madhe Inva Mula dhe nga ideatoria, do më thënë është një kënaqësi dhe privilegje veçantë. Erdha solla shpirtin tim, fjalën shqipe, ngjyrimin emocional, ashtu si Zoti ka folur shqip. Nga Amerika? Patjetër, Amerika është Zoti shqiptarëve në tokë dhe unë e dua, Amerika është vendi im. Faleminderit, suksese. Ju falenderoj, ju uroj shëndet. Unë e kam kënduar me shumë dashuri, e kemi incizuar me gjithë miqt dhe shokët tonë artist, me i dashuri, me i përkushtim. Tani besoj që himni do marri një rrugtim të bukur, ashtu si që meriton edhe vepra dhe emri Nën Terezës.